kriminal gadget mobil nuk pas kanë respekt për ligjin e trafikut. Është ai gadget jepe? Du ta humbasim. Kontrolli i targës së makinës në sistem është një ide e mirë. Makina është regjistruar në emër të zotërisë Kthetur. Dyshoj se është kundërshtari ynë doktor Kthetra, që po përdor një emër të rrem. Makina ka 27 gjoba, vjedhje banke, rëmbi personi. Tashti mund t'i shtrosh edhe shtypje sallate. Gadget mobil, si thua sikur t'i çojmë këta përpara drejtësisë. Ha, po i qepem këmba këmbës. Dil, gadget siren. Mbaje timonin, gadget mobil. Dilni venduzat gadget. Gadget, Nuk ka problem. Ndërsa ai autobus që po vjen përballë meje është vërtet problem. hey, ki mendje se çfarë ka aty poshtë? Të shton armë. Përgjigju me zjarr. Doktor Kthetra thot të provojmë këtë formulën e re nëse punët shkojnë keq. Mikrobe. Habare mira, të armatosur dhe të rrezikshëm. Wow! Më fal. Gadget mobil nuk e di se çfarë karburanti të hedhin, por po shkakton shumë gazra. Wow! Dil që ngeli gadget. Dil patinat gadget. Wow! Ah! Wow, ta mare mira. Wow! Stili I vjetën I rëshqitjes në vaj. Strategji e bukur, gadget mobil. Nuk ishte strategji, më rodhi vaj, nuk ndihem shumë mirë. Shumë keq. Gjërat po bëhen gjithnjë më keq. Rrugë me një kalim. Oh, më punisën frenat. Nuk kam më shpres. Shpëton veten nga Që gjë. praktis një shok në nevoj, kur? Të tërhiqem s'bëhet fjalë. Unë se di kuptimin e fjalës kapitullim. Gjithsesi, kam ndërmend ta mësoj. Dil kundër pesa gadget. Rreziku ushmang. Ose jo. Mos! Si e ka tensioni? 5-2, po e humbim atë. Një kaçavid. Ka humbur shumë lëngje auto, kam frikë se Unë kur s'kam humbur në një makinë dhe s'do ta humbas tani. presioni vajt vazhdon të bjerë. Ju lutem, duhet të di se si është. Nxirreni aty që këtu, me një herë. S'ka puls. Duhet karikuar. Kablot, shpejt. Lëshoje. Prap, lëshoje. Ti duhet të luftosh. Unë do t'i bëj ati një frymarrje në karburator. Të lutem, ma thuaj hapur. Ne bëm gjithçka që ishte mundur. Dhe funksionoi! Do bëhet mirë! Oto duhet të puth. Por me që buzët I ka me vaj, po e kalojmë në një shtrëngim duarsh.
Jo, as këtë jo. Ende së shëruar plotësisht. Por me pak pushim dhe ushqim, duhet jetë në rregull sa më shpejt miku im. Të paktën ky është diagnostikimi im. Fillestar, gjithsesi ti s'duhet të shqetësohesh. Nuk e kuptoj. Dje gadget mobili fluturonte si shiqet, ndërsa sot kjo... Ai ka bërë shumë kilometra, inspektor. Dhe makinat më të mira dalin nga dalë prishen. Por do të shërohet apo jo? E po, në të vërtet ka humbur shumë lëngje dhe transmisionin e ka plotësisht të shkatëruar. Po ti si je? Transmisionin e kam shumë mirë. Dua të them, si po ja kaloni, inspektor? Oh, mirë, jam top fare. Ndihem shkëlqyer. Fatura ime. Tamare mira. Oh, Tronditje ka fatura. U ndodh gjithmonë. Pra, gadgeti ndaloi sërish një grabitje nga 2 agentët e mi më të mirë. Po, por taktika e tyre për t'u larguar atij vërtetoi se formula ime është një sukses i plot. Unë jam ai që zgjidha sekretin e shndrimit molekular. Edhe unë kam hartuar një skem. Një mënyrë për të përdorur formulën tënde për të shkatruar përfundimisht inspektorin Gadget. Ja, kam bërë disa skica. Doktor Thetra, ju jeni më i zgjuari nga të gjithë. Po, ja vërtet. Po vjen në vete. Si ndihesh miku im? Si një makinë luksoze sportive sa po dal nga fabrika. Penny, Brain, çfarë bëni ju këtu? Ne u bëm ra gadget mobil. Ti je pjesë e familjes. Përshëndetje, shef. Ku jeni? Mirë. Po vim me një herë atjeshe. Shef! Këte Gadget! Si jeni, shef? Qenë keni vajisur mirë sot. A mundesh ta më thuash Gadget se çfarë po ndodhet pjesë sot? Ndoqëm disa keqbërës, dhe po ju them që 2 nga njerëzit e doktor Kthetrës ranë në duart e drejtësisë. Dhe ajo makina jote shkatëruan mbi $2 milion nga pasuria e qytetit. E po, shef, nuk mund të bësh omelet pa i thyer ca vezë. Vetëm nëse përdor vezë të gatshme plur. Gjithsesi duhet të them që ato nuk më pëlqejnë. Lëri më një anë vezët. Duhet të di çfarë ka ndodhur me Gadget mobilin. A më kuptove? Mirë. E po, pati një problem të vogël. Prap, muajin e fundit u ambini madh mund të shtuk gjysmën e qytetit, vetëm se Gadget mobilit u shpua goma. Ç'do të thoje pastaj? Nga një grop, qyteti duhet punoj vërtet për ta Na ke rregulluar. mërzitur dhe jam i ngopur me këto shfaqësime. Dhe nëse mund të shtoj, keni harxuar para. Edhe një rëmuj dhe një telash së vetëm dhe Gadget mobili është jashtë loje. Shef, mendoj se po tregoni pak i padrejt, duke pasur parasysh se... Jashtë nga policia. Tani, shko të takosh profesor Gorgonzola në laborator. Ai do të të jap një makinë tjetër derisa Gadget mobili të ngrihet sërish mbi rrota. Jo prit, kjo është detyra jote ere. Për shkak të shfaqjes së papritur të kriminalëve që shndrohen dhe kanë fuqi të pazakonta, duket se ka një val të re krimi në qytet. Detyra jote të gjesh se si dhe ku i marrin këta kriminal fuqitë e tyre dhe t'i japësh fund kësaj gjëje përpara se Metro City të bjerë në gjumë. Po pse duhet të bjerë në gjumë Metro City? Në gjunjë kokbosh. Këtu shkruhet gjumë. Edhe kjo sekretarja ime ere, sa heri kam thënë të përdor fjalorin. Kjo letër do të vetë shkatrohet. Kam një sugjerim, shef. Ndoshta duhet të provoni vaj me numër 50. Është më i trash. Atëherë, doktor Nerv, është gati formula ime speciale. Ndërsa flasim është duke u përgatitur. Shkëlqyeshëm. Inspektori Gadget s'ka për të marrë vesh se çfarë e goditi. Ma qok, po të bien qimet, ti e di që ato qime më pegojnë Thetra. A ka njeri? Profesor Gorgonzola? Ka njeri këtu? Ta marrë e mira. Dil, gjaket e fryr Gadget. Oh, i gjori manekin. Po unë jam Gadget i vërtet.
Po, e di, e janë inspektor, duhet ju tregoj një makinë. Mbasi të keni provuar këtë bukuroshe, s'do të doni të ktheheni më kurrë tek Gadget Mobili. Unë nuk po kërkoj të ndroj makinë. Unë thjesht dua një makinë të përkohshme derisa Gadget Mobil ta marrë mira. Oh. Inspektor Gadget, dua t'ju njoh me yllin e rrugës 2000, shkurt Star 2. Kjo është mrekullia e makinave të luftës kundër krimit. Linja të bukura. Faleminderit zotri, është kënaqësi të njeh me ju, inspektor. Jepi inspektor, provoje si të ri. Imitim lëkure, kompjuter me shumë funksione në kroskot, të fjalës të fundit. Tunja tjeta, çfarë funksioni djallëzor kryen kjo pajisje metalike? Ai është një çelës, vetëm ndez motorin e makinës. Shkëlqyshëm. Doni të bëni një xhiro, inspektor? E po, nuk do të bëja keq. Ta marrë mira. Ka bosht dhe pinjon me rrotullim të plotë të turbo. E bëj rrotullimin për 1 lekë. E po, nuk do të bëjmë gjëra të tilla. Ta marrë mira. Tallja me monedhën zyrtare është shkelje. Kjo do të jetë radioja. Jo, ajo është lëshuesi i raketave me neutron. Shkëlqyshëm. Mund të na hyjë në punë kur të ndjekim doktor Kthetrën. Ashtu them edhe u, sepse me këto mjete s'ka mundësi të na shpëtoj. Dua të them që do t'ja dalim derisa Gadget Mobili të shërohet përsëri. E kuptoj. Mirë, shkëlqyeshëm. E po Star 2 duket se do të kem nevojë për shërbimin tënd. Gadget Mobili do të shërohet më shpejt. E di që kjo gjë të zhgënjen pak? Formula e re. Ajo e lloj të kuq. Kam besim se ky lloj do të bëjë gjithçka që ju shpresonit. Pra ja ku filloj. Shumë shpejt, Gadget, ti do të zvëndsohesh nga një model më i ri dhe më i mirë. O, Kthetër, ç'kemi? Kam ardhur të blej ca nga ajo formula, këtu poshtë. Fernando Liquini, po, ty do të duhet një sasi e vogël. Mos ishte kjo një batutë e shkurtër? Gjithmonë ju urrej batutat e shkurtra. Ka ndonjë arsye që po më ngjet si gjysha ime? Ç'do të thuash? Po ecim në kufit e shpejtësisë. E po thuaj se në kufirin e shpejtësisë. Ti sa po ke dal nga servisi, Gadget Mobil, mendova të ecësh shtruar për sa ditë. Po e marr shtruar. Shef Kimi të tha ndonjë gjë për mua? E po, ai shpreson, e ke parasysh që ti të mos kesh më Kur isha probleme. duke u shoruar, pranë meje ishte një makinë patrollimi. Kishte shtypur kabinën, kishte thyer aksin, mekanikët thanë që nuk do të kthehej kurrë më në Tamam e punë. mira. O po, Tamam e mira. ti mendon se ata do të... E ke parasysh? Të të heqin nga policia? Kur? Asi bëhet fjalë. Kur se si? A edhe një rëmuj dhe Gadget Mobili është jashtë loje. Ti nuk e dëgjove atë, apo jo? Ç'të dëgjoja? Lere fare. Shiko, unë e di që s'kam qenë shumë mirë kohët e fundit, por ajo që përpiqem të them është që kërkoj të falur për të gjithë problemet. Shiko, Gadget Mobil, ne jemi partner. Të jesh partner do të thotë të mos thuash më fal. Partner deri në fund. Deri në fund. Ndërsa tani, kemi një hetim për të kryer. Ti futemi punës. Ata gjend që po ndiqni mu kapën te kjo shtiza e flamurit, që do të thotë kjo shtiza e flamurit mund të na jap të dhëna të vlefshme. Çfarë është ajo poshtë dritares? Ajo quhet korniza e dritares. Jo te korniza e dritares. E she? Ajo shishja? Oh, që nga vërtet e shpifur. Cianid, hidrat amoniaku dhe pak arboskat. Do t'i kërkoj laboratorit që ta përcaktoj me saktësi se çfarë është kjo. Mund të shikosh etiketën. Ose mund të shikoj etiketën. Po,
Tamam aty ku dyshoja se ishte. Formulë shndërruese e pa regjistruar. Ata agentët e kthetrës duhet ta kenë përdorur formulën që t'u jepte fuqi dhe pastaj pa dashur kanë hedhur këtë shishin teksa po kërcenin mbi shtizë. Është ajo që unë e them gjithmonë. E keqja mund të qëndrojë mbi shtizën e flamurit, por forcat e së mirës nuk kanë për ta nderuar kurrë. Ja, unë s'kam dëgjuar ta thuash kurrë këtë gjë. E po, kjo ndodh sepse sapo fillova ta them. Por që tani e tuti do ta them më shpesh. Wow! Mos ki merak, thjesht një tronditje nga tërmeti. Po nuk patë ndonjë tërmet. Po ajo si të duket ty? Unë nuk jam i sigurt. Por çfarë do që të jetë sensorët e mi tregojnë që po afrohet gjithnjë më shumë. Dil gadget dylbi. Pa shiko. Lentet e këtyre dylbive janë të papara. Ajo tokza e rripit duket e madhe sa një shtëpi. Është e vërtetë? Francisco Linguini, i mesmi nga vëllezërit e njohur Linguini. Unë e dija që të gjithë vëllezërit Linguini ishin shumë të shkurtër. E po, është e qartë që ka diçka që e ka ndihmuar të rritet. Dhe me sa shoh unë, ende i pëlqejnë biskotat. Gadget mobil, të hidhemi në rrugë. Pa dyshim që u hodhëm në rrugë. A je mirë? Po, vetëm një gërvishtje. Do shtuket me njerë. Ajo bankë që po përtypës pronë e qytetit Linguini, lëshoje me njëherë. Më vjen keq, qarqet e mi të reagimit të shpejt duhet kishin funksionuar. Mos ki merak gadget mobil. Mund t'i ndodh çdo makine. Tani ta zvoglojmë këtë Linguinin. Unë mendoj se tërheqja është një taktik shumë e zgjuar. Më shpejt! Po përpiqem! Ec me sa fuqi të kesh dhe mos ndalo derisa të mbërrim në komisariat. Koordinatat u regjistruan. Tani mund të ngadalësosh gadget mobil? Nuk mundem, kompjuteri nuk më përgjigjet. Ta marrë mira! Nuk e dija që kishit qenë në tokën e zjarrtëshe. A e mban mend bisedën ton gadget? Bisedën? Po, unë do të kisha shumë qejf që të bisedonim, por kemi për të ndjekur Linguinin. I identifikuar si Fernando Linguini, duke shkatruar e rënuar gjithçka që i dilte përpara, inspektori gadget nuk ka pasur sukses deri tani me kundërshtarin e tij shkatrimtar. Nuk ka ndonjë luftues krimi që të mund ta ndalojë atë? Diçka më thot që ka. Duhet të mos harroj të pastroj dëmbët pas ushqimit. Me qëra fjallat e kushimi. Tani është koha për një kafshat tjetër. Në fund të fundit jam duke u rritur. Me sa duket, dikush duhet të mësoj se si sillesh në tryez. A mund ta marr pak të hua? Asnjë nuk i prek makaronat e mia.
Të mori malli? Ju më shpëtuat jetën, dhe unë nuk e di as emrin tuaj. Devon Debonair, luftues krimi. Numrin e ke të shkruar aty nëse keni nevojë për shpëtime të tjera. Ti, me kostum, ndalo aty! Nuk e di se ç'mendon se po bën, por po ndërhyn në një hetim që po zhvillohet. S'ka problem, zonja dhe zotri të shtypit, siç mund ta shihni, unë e kam gjithçka në kontroll. Unë jam Debonair, me një B të fortë, jo të heshtur. Inspektor Gadget! Historia jonë e zgjedhur për sonte, Inspektori Gadget dhe Gadget Mobil bëritën vonë sërish në skenën e një tjetër katastrofe kërcënuese. Pas një sër problemesh mekanike të Gadget Mobilit, po ngrihen shumë dyshime mbi aftësinë e gadgetit dhe makinës së tij për të mbrojtur Metro Cityn. Nga ana tjetër, në qytet është shfaqur një tjetër luftues krimi që duket se i ka të gjitha aftësitë. Devon Debonair, heroi i pashëm që është parë së fundmi në rrugët e Metro City duke Vërtet. Dhe ky është vetëm fillimi. Doktor Nerv, më bëhet qefi që më telefonove. Të më duhet akoma nga e formula. Me të po punoj, se shpejti do të kem një sasi tjetër për ju. Jo shpejt, me i herë. Publiku ka filluar të kthehet kundër Inspektorit Gadget. Pasi ai të dal nga skena, Metro City do të jetë imi. Prap me qimet e unë të para lajmërova. Atëherë, si është vaj jot? Shumë mirë, besoj. Nuk jam shumë i uritur. Shiko, Gadget, unë e di që ti nuk më solle këtu thjesht për të më pastruar radiatorin dhe për të më drejtuar gomat. Ti ke diçka për të më thënë. Po, thjesht po mendoja, të ka shkuar ndonjëherë në mend të dalësh në pension? Në pension? Sigurisht që jo. Po pse do doja të... Sepse thonë që është mrekulli fare. Departamenti të bën një festë të bukur, shefi t'i jep një kilometrazh të artë. Mos vall, nuk mund ta besoj. Ti po bëj qafe? Nuk është vendimi im Gadget Mobil. Është i shefit. Ne u bëm lëmsh fare me atë punën e linguinit. Ne jemi në rregull, edhe duhet luftojmë së bashku për këtë Gadget, së bashku. Ti mendon se nuk u përpoqa? Duhet të them që të më kishe parë. Unë shkova drejtë në zyrën e shefit dhe ja thash troç. Po e hoqe Gadget Mobilin, duhet të më heqësh edhe mua distriktivin. A funksionoi? Jo, unë u tregova më i shpejt se ai. Shiko, më vjen keq për këtë Gadget Mobil. Bëra gjithçka që munda. Po, më duket se po ndodh vërtet. Ata do të rregullojnë vërtet mirë. Poshtë në Florida kam dëgjuar. Merre me mend, freski oqeani, perëndim e dielli, makina sportive të bukura. Po ne do të ishim partnerë deri në fund. Po, por për fat të keq fundi do të vi nesër në mëngjes. E për kë po më lë? Ndoshta për një makinë sportive të sapo dalë nga fabrika. Po, në fakt është një makinë Star 2, që unë mund ta refuzoj. Mendoja se e kishe nuhatur dëshirën tënde për makinë të re. Ej, mos u nxe me mua. Nëse ti nuk do ishe shkatruar në zyrën e shefit. Ti jashtë. Në rregull, shumë mirë. Goca partneri mirë na dole. Po kjo gjëja këtu, çfarë bën? Skaner parabolik me rrezet depërtuese infra të kuqe, lejon zbulimin e aktivitetit të fshehur kriminal. Po, pa ta provoj një herë. Ajo është shtëpia në qoshe.
Ata ka lidhur kablori pa leje. Inspektor, Ta marrë e mira. Me këtë gjën shikoke përmes mureve. pa dyshim, unë jam i pajisur me shumë elementë mrekullueshëm. Po, edhe ajo gruaja po bën dush. Gadget mobili do të befasohet krejtësisht. U kthyer mbrej, shpejt, shiu. Surpriz! E po, faleminderit. Kjo ishte krejtësisht e papritur. Tort! Kush Gadget mobi Xhaxha Gadget? Penny ai e po unë më duhet ta zëvendësoja. Çfarë? Mendoj se fjala e saktë është pension. Shpresoj që ai kremi të mos jetë me çokoladë. Më shkakton bllokim të gazrave. Si mundet ta bërë Xhaxha Gadget? Gadget mobi, ne as nuk e tham lam të mirë. Shikoni fëmijë, unë Përpara se të shkosh inspektor Gadget, të lutem mund të më tregosh domën time? Po kjo është dhoma jote Star 2. Jo. Kjo se vlen fare. Muri të prishura, njolla vaj, rjeta merimange. Kjo është e papranueshme për një makinë luftuese krimi të nivelit të lartë si unë, inspektor. Inspektor, Hajdeni tani. Kur ta njihni Star 2-shin, mendoj se do t'ju pëlqej. S'është puna aty. Gadget mobili ishte partneri yt. Nuk lihet tjetri sepse pëson një dy defekte. Më shumë se sa një dy. Ai se nxirte do të qimen nga qulli. Kur se kam kuptuar këtë shprehje? Pse duhet dikush të nxjerr qimen nga qulli? Leta flak. Po tani kush e ka radhën? Po më zuri gripi mua, do më rasësh një jetimore, po zuri prej një pleshta, do ta mbyllësh në strehën e qenve? inspektor. Jo, tani Star 2. Edhe me e keqja është se Gadget mobi mendonte se të kishte mik. Po më kishte. Dua të them që më ka. Ky është krejtësisht vendimi i shefit. Unë s'kisha që të bëja. Gjithsesi. Duhet të diskutojmë të vërtet punën e dhomës. Gadget mobili ishte shumë mirë në garazh. E, po jam i sigur se shtëpia e tij e re do t'i pëlqejë më shumë. Florida. Kështu mendoj. Ti as që nuk e di? E po ne nuk u ndam në mënyrën më të mirë. Por, të jeni të qetë që do të plotësojnë të gjitha vitet e pensionit të Gadget mobilit të mbushura me rati dhe dignitet. Gadget mobil, apo jo? Tamam ajo që më duaj, një tjetër rangall që harxhon shumë. Nuk kemi gjithë natën. Super Edi. Jani tek Super Edi, ku kemi shumë nga makinat tuaja të preferuara të përdorura, të gjitha me çmime super të ulta. Makina me super leverdi. Mirë ishte. E bëre identik si Marlon Brando. Po ta them unë që ashtu është. S'bëj fjalë. E po, ja të pyesim ata. Pyet e ti. S'kemi shoku. Ica zgjë. Unë quhem Velvet Mobil. Punoja me Grey Velvet, luftuesin kërcimtar të krimit në vitet 70. E ke parasysh? Atëre kur ai ishte një mbret i vërtet. Ky tu është kapi. Ka qenë makina e doktor Ezikut në epokën e durit. Në vitet 50. Nuk ka qenë nga i shumë kohë më parë. Pyet atë. Po. Ti ndoshta e ke dëgjuar shpesh, por mua më ngjan shumë si Gadget mobili. Unë jam Gadget mobili. E shikon? Të thash unë. Dikush sapo më shkëputi karburantin. Mos ja vëre. Ai mendon se nëse një lojtar i madh si ti e kam braktisur, çfarë mundësie kemi ne që të na blej dikush dhe na vër sërish në veprim? Do thuash që këtu do të na shesin? Vetëm nëse ke fat. Me fat? E ku mund të ketë më keq? Por unë nuk do t'i fare këtu. Nuk besoj se të kanë thënë historinë e vjetër të pensionit në Florida, apo jo? Po jo si? Të sulemi Star 2, kemi shumë për të... Ta mbare mira, si ja bëre?
Duhet të kesh qëndruar gjithë natën. Po është pak e vështirë të flesh në këto kushte. Kam analizuar skenat e krimeve të fundit që kanë ndodhur në Metro City dhe pastaj krahasova emrat e shkelësve me bazat e ndryshme të dhënave. Departamentin e makinave, rezervimet e hoteleve, faqet e internetit ku bashkëbisedojnë kriminalët. Po, si luftues krimi me përvojë mund të them që të gjitha këto janë të kota. Në fakt, unë gjeta diçka. Shiko murin, unë i kam drita të pajisura me element projektimi. Fernando Linguini qëndroi në Hotel Savile vetëm 3 ditë më parë. Ato dhoma duhet jenë shumë të mëdha. Ai është 30 metra i gjatë. Jo kur hyri në hotel. Një kamera e sigurisë së hotelit e kishte regjistruar këtë. Ai është i vogël dhe pastaj bëhet i madh. Po, është e qartë se çfarë po ndodh këtu. Një mister brenda një enigme i rrethuar nga një sfidë. Xhaxha Gadget, a nuk the ti që gjete një shishe me formulën zhduruese gjatë një prej aksioneve të tua të fundit? Po, por çfarë lidhje mund të ketë formula shndruese me shndrimin nga një njeri i shkurtur në një njeri gjigant? Po... Sigurisht, ai ka përdorur formulën shndruese për të shndruar. Tani pyetja është, ku e marrin këta keqbërës formulën? Mund të kem një të dhënë edhe për këtë. Linguini ka bërë një sër telefonatash nga dhoma e hotelit. Këto kamerat e sigurisë së hotelit janë gjithandej. Duke përdorur objektivin tim zmadhues mund ta dëgjoj numrin që po formonte dhe bëra një kërkim. Numri të cilit po i telefononte është i regjistruar në emrin Zoti Kthetra. Nuk ka dyshim që ky është pseudonimi i përdorur nga doktor Kthetra. Dyshoja që ai ishte pas këtyre krimeve të çuditshme. Xhaxha Gadget, doktor Kthetra ka qenë pas çdo krimi që ka ndodhur në këtë qytet. Dhe kështu krijua një pistë hetimi. Pra, po gjetëm ku ndodhet ai telefon, do të gjejmë edhe strofkullën e doktor Kthetrës. Unë e provova, për fat të keq është telefon celular, gjë që e bën të pamundur për caktimin e vendodhjes së saktë. Por strofkulla e Kthetrës është diku në malet Diablo. Shihemi së shpejti, Gadget. Do shihemi shumë shpejt. Shumë shpejt, më shpejt nga sa mendon ti. Fitoria do t'jetë e imja, dhe humbja do t'jetë e jotja, e latarshme dhe e tmerrshme. Doktor Ktetër! Kur mos më ndërprit, kur jam duke mbajtur i fjalim kundër Gadgetit. Më falni, por ka filluar filmi prandaj. Po, pse nuk ma the këtë, budalla? Të dashur teleshikues, do të kthehemi tek filmi pas këtyre fjalëve nga sponsori ynë. E humba gjithë fillimin. Ndërsa kjo sapo ka ardhur, një bukuri e vërtet e përdorur në mbi 1200 hetime nga vetë inspektori Gadget. Po, vërtet, ai është i vetmi, Gadget Mobil! Gadget Mobil? Unë kam ca plane për ty. Inspektor, as duhet të dalim për patrullim të luftojmë të këqijtë e gjëra të tilla? Së shpejti. Ti nuk po kishe thënë që i kishe drita të lidhura me televizor. Gadget Mobil. Unë quhem Star 2. Kam inat kur më thërisni me emrin e makinës suaj të vjetër. Ndërsa kjo sapo ka ardhur, një bukuri e vërtet e përdorur në mbi 1200 hetime nga vetë inspektori Gadget. Florida, Po, vërtet, ai është i vetmi, Gadget Unë duhet të Mobil! shkoj. Po hetimin, inspektor. Inspektor! Koha e shfaqjes. Mos reklama përsëri. Klient, policë të suksesshëm, superheronj të gjithë vin të na shohin ne. Ata shikojnë, por nuk blen asnjëherë. Pranojeni djema, ditë të tona më të mira kanë kaluar. Jo për mua. Nëse vjen klienti i dur, unë jam gati për të rindur, për të luftuar krimin. Ti kishe të drejtë, kapi. Kilometrat më të mira të jetës soni kemi kaluar. Po,
por tani jemi shumë pranë varrezës së makinave. Mos i ai që mendoj unë? Po, ti qënke, gadget mobil. Është vërtet origjinali dhe me një çmim gati për t'u nisur. Pse do ta praktiste gadgeti një makinë si ti? Edhe unë të njëjtën pyetje i kam për vetes. Si thua, miku imi Çelikt, do që të kthehesh përsëri jashtë e të vish të luftosh krimin me mua? A çfarë? Ti nuk do të më përdorësh për pak kohë dhe pastaj do më flakësh te si gadgeti. S'ka mundsi. Ti do t'i jesh një shok i vërtet. Debonair dhe gadget jo, më mirë. Debonair mobil. Si thua ti, shok? Unë them ushit. Çuna, si jemi në rrugët e rrezikshme. Na ndero Debonair mobil. Çfarë pamje? Sot është koha për të hapur gabinën, por më parë diçka tjetër. Do të rregullojmë ty. Ku po shkon? Në garazh. Unë mendova se dhoma jote është atje. Wow! E gjitha kjo për mua më pëlqen shumë. Mos haro, Debonair mobil. Ti dhe unë meritoj më të mirën, sepse ne jemi më të mirët. Po thuaj se harova, po pate nevoj për gjë, shtyp këtë butonin. Dhe Inga do të kujdeset për ty. E do një lëstim të mirë, apo jo? Po, pa dyshim që po. Bëf shtjef, shoku im. Je shumë vonë, gadget mobil ushit. Ti ja theve zemrën, a e di? Ajo është makinë, mekanike. Nuk ka zemër fare. Edhe ti e mekanik, a nuk e zemër ti? Me sa duket jo. Por kush? E bleu? A i luftëtar i ri kundër krimit që shfaqet gjithandej në për lajme. Devon? Debonair. Nëse je në treg për një makinë të besuar për të luftuar krimin. Faleminderit, por unë e kam një makinë. Ajo quhet Star 2. Është shumë e besuar, vetëm se nuk është gadget mobil. Atër, doktor Nerv, si po esni me formulën e re të përmirësuar? Rezultatet janë shumë premtuese. Arrita të zgjatjen e efektit të formulës edhe për disa orë të tjera. Kjo nuk mjafton. Efekti du t'jetë më i gjatë që plani im të ketë sukses. Do të përpiqem që ta dyfishoj për mbajtjen e izotopeve, por nuk mund të kem asgjë gati për para fundjavës, edhe sikur jeta ime të varet nga ajo. Po, ka kjo valet. Jeta është e bukur, ma qok. Çdo orë, keqbërës dhe kriminal në këtë qytet, po e kërkon me ngulim të formullë. Dhe shpërndarjen e saj e kontrolloj unë. E kupton se çdo të thotë kjo. Thas me para. Dhe pastaj gadgeti do të na hiqet qafe. Nuk do të më ndaloj asgjë. Doktor Ktheter? Sa herë të kam thënë që mos të më depresësh kur jam duke qeshur si i keq. Më falni, zotri, por ka ardhur dikush të takoj. Shumë mirë. Silleni brenda. Të meri akullit. Duke shumë energjik sot. Do të blesh ca nga kjo formullë. Po, mendoj ta provoj një herë. Do të shkatroj ca gjëra poshtë në qytet. Po, shkatrim në qendër. S'kene vjetër, por e bukur. Kjo është rezerva ime personale. Ja. Të shqetëson gjë. Unë nuk bëj shkëmbime. Jo, dihem pak i shqetësuar për... Inspektori Gadget, unë s'do shqetësohesha. Jo për shumë kohë gjithsesi. Jo, e kam fjallën për këtë të riun. Devon Debonair. Për atë, po,
Unë e kam situatën plotësisht në dorë. Apo duhet të them në kthetër. Po dalloj një rënje të fortë të temperaturës, inspektor. Shumë e pazakontë. Termometri yt duhet të ketë ngrirë, star 2. Dil gadget termometër. Anulloje këtë. Dil mbrojtëse e veshve. Dil pastrues akulli. Sa po ngriu lëngu kundër ngrirjes. Aha, krimineli ynë i ri i qytetit i akullt. Mu përpara syve tona. O, ky qenë ka i poshtër fare. Të meri i akullit. Jo ka i shpejt ngrirës. Dil gadget flakese. Dil motori gadget. Dili të brëndshme termike gadget. Dil gadget hund karot. Kjo po që është gjëja më qisharake që kam parë. Të paktën që prej kohës kur motra ime vogël hëndi të borën e verdh. Dhe ja ku vjen kometa e Devonit dhe njeriu i akullit do të shkrijë. Kush është? E duhet të them kush e thot këtë? Kjo e thot. Ti po shkri. Devon Debonair dhe partneri ti i ri Debonair Mobil kanë habitur qytetarët e Metro Cityt sot duke mposhtur kriminelin e akullt të quajtur Tmeri i Akullt, ose më mirë atë që mbeti prej tij. Kur i kërkuam një koment, luftuesi i shkëlqyer i krimit tha këto fjalë. Bëra thjesht punën time. Në një histori që lidhet me këtë, një tjetër luftues krimi nuk po bënte punën e tij, inspektori Gadget. Në fakt, teksa përhapi kjo valë shkatërimi, Gadget nuk bëri asgjë, por ndenjë në vend i ngrirë si statuj. Në këtë opinion të gazetarit, po shohim ngritjen e Debonerit dhe rënjen e Gadgetit. Grafikët nuk gënjejnë Gadget. E ke djallosur shumë herë këto kohë të fundit, dhe... Më falni, shef. Po? E kuptoj. Po? Do të vi aty me njerë. Ka ndodhur ndonjë krim? Dyqani i kostumeve. Duhet të shkoj atje për një provë. Unë jam duke të shkatruar. Karriera jote është drejt fundit, ndërsa ti po merr kostum me qera. Po, shef, me atë rrogë që marrun, nuk mund ta blej dot. Përse të duhet kostumi? Çmimet e krimit? Sonte në darkë? Shpresoj të marrë çmimin e policit të vitit. Ti do t'jesh me fat po të marrësh çmim për kapjen e qenve. Nuk mendoj se jam kandidat për atë shef. Do të bësh mirë të mbledhësh mendjen, Gadget. Po na hape më të lashe do të flak nga policia. Dëgjo, ata kanë për të urreshtuar për të më bërë fotografi mua kur të shohin se sa çmime do marr. E po pastaj unë i thashë që... Ha, e po, i vetmi çmim që ka rëndësi është polici i vitit, dhe po ju them që kam shumë shanse. Dhe tani, për çmimin polici i vitit, kandidatët janë Inspektori Gadget, Inspektori Wendell Watchell, dhe për herë të parë në këtë kategori, Devon Debonair. Dhe fituesi është Devon Debonair.
E dia! A nuk të thash? Na nuk të thash? Xhaxha Gadget, nuk fitove ti, fitoi Deboneri. Unë, po... Unë thjesht bëj punën time. Fjalime quan a i këtë? Ky është fjalim. Ndoshta vitin tjetër, Xhaxha Gadget. Dhe tani, për herë të parë, një çmim special për super makinën e vitit. Dhe fituesi është natyrisht Debonair Mobil. Unë s'do të mund të kisha bërë këtë pamiqësinë dhe mbështetjen e partnerit më të shkëlqyer që mund të ketë një makinë. Devon Debonair. Dita do vite bashkë dhe asnjë faleminderit. E po ti e le atë, Xhaxha Gadget. Shefi e la, shefi, unë s'po kërkoj hënën këtu, por thjesht një falenderim për mirësjellje. E po me pak akoma, gjysëm falenderimi, ose një qerek, ka që vështirë është, sikur të them një fë, thjesht një tigull, fë. Unë, vërtet, nuk dua ta bëj. Quhet të sillesh me sportivitet, Xhaxha Gadget. Ti do ta doje Gadget Mobilin këtu, po ta kishte fituar çmimin? Gjë që nuk e bëra. Faleminderit që ma kujtove. Tani nëse nuk të vjen keq unë po iki që këtu. Dili Gadget Super Patina. Doja të falenderoja Akademi Kamarera. Au, pra, si jeni? Mirë? Që kemi? Pra, ti më dukesh jetur. Po, Komiteti i Çmimeve kundër krimit ofron gjithmonë një ponç të shkëlqyer. Në mos gabojmë për mban pak mandarin. Atëherë, e ke para të dyqanin e ri për pjesë makinash në rrugën Elm? Jo, por kam dëgjuar që është vërtet nuk kam pasur kohë. Devoni dhe unë kemi qenë shumë të zënë, ti e di, duke shpëtuar qytetin. Shiko, sa për ta ditur Gadget Mobil, unë dua që ti ta dish se sa ke... Tani jam Debonair Mobil. Mirë, Debonair Mobil, harova. Ke emrin e ti tani? Mos po të shqetëson ky tipi? Jo, nuk ka gjë, Dev. Penny Brain. Përgëzime për çmimin kundër krimit, Gadget Debonair Mobil. Dil, Shamia Gadget. Kjo është e çuditshme. Ai e bën këtë vetëm pranë maceve. Ose pranë dikujt që ka një mace. Ju keni mace, Devon? Jo, unë si kam pëlqyer asnjëherë. Kjo është për të qeshur, sepse me sa duket ju keni një qime mace je në mëng. E po s'është ashtu. Ndoshta është i fije floku i njerëz nga femrat që po merrin autograf nga unë. Duket se ti s'ke këtë problem, apo jo, Gadget? Jo, nuk e kam problem fare. E po bëhet vonë, dhe një luftues krimi vërtet duhet të flej. Besoj se do rish zgjuar deri vonë, apo jo, Gadget? Ashtu është. Sa vonë të dua. Unë s'kam dalim qarkullimi. Ai tipi më ngjeth mishin.
sa përfundoi, Felinus Focilus Detritus, gjithashtu e njohur si Kinemaceje. Pra Devon ka gënjyer që nuk ka mace? Po mendoja, për çfarë do ketë gënjyer tjetër? Po, nuk ka të dhëna të tjera se me çfarë kafshë shoqërohet. Mirë se erdhët në faqen ndalokriminellet.com. Kërko për Devonair. Nuk u gjeta rezultate. Mirë, të provojmë një kërkim universal në të gjithë botën, përfshi të gjitha pseudonimet. Devonair. Nuk u gjeta rezultate. E çuditshme kjo, duke sikur ky tipi ka dalë nga hiçi. Devonair, polici I vitit. Shparderi për të. Thjesht bëj punën time. Ta them unë Velvet Mobil, gjithçka që duhet të bëj unë është të arrij shpejtësinë 100 km/h dhe mund të kaloj në cilin vit të dua. Po kjo është e diskutueshme, sepse ti nuk I bën dot 100 km/h. Po me pas? Aha, me 2 litra vaj motori, nga I miri me numër 40. Hej, Cuna! Devonair Mobil. Mos më thuaj që u ktheve? Erdha vetëm për vizit. Dua të tregoj diçka, Cuna. Wow! Mos është çmim kundër krimit ai? Na ke krenuar të gjithë shoku. Dua që ta mbani ju, miqtë e mi. Vërtet? Pse? Për të kujtuar që edhe kur shkon poshtë në fund, domethënë, mund të ngrihesh përsëri në maj. Në fakt ja dole. Krijove një jetë krejtësisht të re të bukur, një partner të ri të mrekullueshëm. Dhe s'ke mall për gadgetin? As pak? Sa ka po bëni? Unë e kam harruar fare atë. Sa fantastike. Veç të kishit parë shprehjen e ti kur I tham që ti kishe ikur me Devonairin. Doni të thoni që gadget erdhi këtu? Po, me njëherë pasi Devon I të nxori nga dyqani. Gadgeti padyshim që u shqetësua. Nuk e dija këtë. U kujtova se ishte jashtë garazhit, jashtë mendjes. Mos haro, ishte ai që të la ty. Po e di. Por ndoshta nuk ishte nga t'jambante vërtet. Ndoshta e prisha punën e zgënjeva. Shihemi djema në rrugët e trazuara. Ai nuk do të na jepë ne atë çmimin? E do një lustrim, po? Jo tani. Shumë në rregull, I bini ziles dhe unë ju lustroj. Ku ke qenë? Mos ishe jashtë duke nxjerrë gomat me 1-2 makina luksi të huaja ndoshta? Jo. Thjesht po vija vërdall, nuk më zinte gjumi. Ti ende ke mall për të apo jo? Ndonjëherë. Unë nuk e di ç'të mendoj. Unë mendoj se kemi punë për të bërë. Sapo mora një informat mbi vendodhjen e vendit të fshehtë të një far doktor Kthetra. Tallesh? Kjo është e madhe fare. Më e madhja, dhe duke qenë se kjo është një sfidë shumë e madhe, mendova se mund t'i kërkonim gadgetit të na ndihmon. Ti do ta bëje këtë? Hej, ne të gjithë luftojmë për të mirën apo jo? Do t'i telefonosh ti? Po, nuk e di. Më duket pak si... E kuptoj, s'ka problem, do t'i telefonoj unë. Sa djali mirë që është. Ishim pa dyshim një ekip I fort. Përshëndetje, shef. Në fakt jam Devonair. Unë mendoj se gjitha kjo duket pak si e çuditshme, se një njeri që do lavdisi Devoni do kërkonte ndihmën tënde për të kapur Kthetrën. Sepse Penny, xhaxhai yt është në fakt një policë shumë I suksesshëm dhe I zgjuar. Devoni ndoshta do të përdor përvojën time të vyer. Star 2 dalim në rrugë. Nuk e di, Brain, ndoshta do bëje mirë ti shkoje pas. Ashtu është, shef, strofka e Kthetrës.
Pastaj merr edhe një kthes te kryqëzimi dhe pastaj rreth 70-80 hapa, varet nga numri i këmbës. Prit një minut, Gadget, kjo është... Më falni, shef, ka shkëputje. Shihemi atje. Star 2, më kujtoj që të marr një nga këta telefonët e rinj digital. Kjo është strofka e dytë më e mirë që kam parë. Me tela me gjëmba, kulla sigurie, me drita kontrolli me zbulim me lazer. Drita me zbutim me lazer? Ta marrë e mira, fshiu! Prit aty deboner mobil. Por Devon, unë dua të jem aty. Unë do t'i nxjerr jashtë, pastaj ti kapi. Strategji. Mirë pra. Bëu gati të lëshosh raketat me neutrone, Star 2. Nuk duhet të presim që të vinë Devoni me shefin? Kërcitjet e degëve mund të ketë qenë një pajisje sigurie e fshehur mirë. Kthetra mund të na ketë diktuar. Po ne jemi këtu vetëm fal informatës së Devonit. Është e drejtë që ai Tu të nuk është fjala për lavdi, Star 2. E po mirë, mund të jetë pak për lavdi. Por të shkoj si të shkoj, aktivizohen lëshuesin e raketës. Zjarr kur të them 3. 1, 2... Dalo të ku je, Gadget! Tamam në kohë, shef. Pas 1 sekonde do të kemi kapur doktor Kthetrën dhe do ta plasim në burg. Gadget, more i paft, ky është një burg, kupton apo jo? 3! Ike të da, ike! Atëherë, çfarë po thoshe, shef? Kjo nuk është strofulla e Kthetrës, është burgu i ri i sigurisë së lartë. Jo kaq shpejt, jeni të gjithë të arrestuar. Lavdi sotit. Punë e mirë, Devon Debonair. Gadget, nuk e kuptova se çfarë vepre qesharake po përpiqesh të bëje. Por po të lajmëroj që këtë herët e provet sa si shumë. Je jashtë policisë. Por, shef, mua më thanë që kjo ishte strofkulla e Kthetrës. Pyet Devonin, ai ma tha. Ai po gënjen. Për fat isha në patrullim dhe mora vesh për shpërthimin e burgut. Përndryshe të gjitha agentët e Kthetrës do të ishin përsëri të lirë. Po, ti fole me mua. Unë nuk e shpika të gjithë këtë. Jo, e mbaj më mirë, ra telefoni dhe ishe ti. Më telefono ndonjëherë, Gadget. Me gjithë to sende që ke mund të më hyj shumë në punë, si pastrues. E po, puna ime këtu mbaroj. Nëse më lejoni, kam për të patrulluar qytetin. E jam më vonë në zërën time, Devon. Do të ham drek. Dërsa për ty... Unë nuk jam i sigur se jam i lirë për drek, shef. Prit të shikoj kalendarin. Nga ti preske shleruar tryesën. Deri në orën 5, kuptove? Por, kjo do thot që s'ka drek? S'po ndodh. Ndryshim strategjie? Po, ndryshim strategjie. Por Devon, po Kthetra. Se çfarë kishe për të? Prit pak. Ne nuk kemi kaluar kurrë nga kjo rrugë. Po, kjo është një rrugë e shkurtër. Një dalso! Hej, kjo është trofka e Kthetrës. Po, ajo është.
Ma ishni këtë rangall nga syt. Gadget, prit pak. Ju duhet me jepni një mundësi tjetër, shef? Jo, unë thjesht duat detektivin tënd. A do të Çfarë po? Ma jep atë. Pra, unë mendoj se kaq ishte. Kaq ishte. Po. Ha, kjo ishte. E po, mund të nisemi për në shtëpi Star 2. Çdo të thuash me ne. Më vjen keq, inspektor, por unë punoj për departamentin. Mua do të më çojnë te dikush tjetër. Mund të them që ishte një nder. Atëherë mirupafshim. Edhe ti Star 2? Ja ku është shoku? E di që nuk kemi diskutuar për çmimin, por ka një punë me Leverdi për ju. Po se kur ta lëm kështu, në shkëmbim të shtypësit, unë do të lë të jetosh. Ushit! Çmimet të tilla janë një krim i vërtet. A mund të them të pak të dëshirën time të fundit? Se ja. Unë erdha në këtë botë si gadget mobil. Të paktën më duhet të largohem si e tillë. Sa prekse ishte. Ka njeri do një shami. Tani, shkadrojeni. Velvet mobil! Kapi! Po si? Kur kam superedin që nxori shtypsin nga dyqani, e morë me mend që po ndodhe diçka. Ne do t'i mundim të datë poshtit. Ti ke ca punë të papërfunduara që duhet t'i rregullosh. Gadget mobil. Përsëri në veprim. Nuk më besoj se sa shumë para marrin shoferët e taksive. Shënim për vete. Të kem parasysh të punoj si shofer taksije. Xhaxha Gadget, Brainy gjeti një provë që mendoj se do të t'i interesoj. Një lidhje drejt për drejt me kthetrën. Në rast se nuk e ke dëgjuar Penny, unë jam jashtë çështjes. Mua më pushuan nga puna. I ka rënë Devonit kjo. Formula shndruese. S'jam i sigurt, por kjo ndoshta do të thotë që Devon Debonair ka pasur lidhje me kthetrën. Po, dhe kjo do të thotë, prit pak, Devon Debonair s'ka lidhje me kthetrën. Ai është kthetra. Të lutem, të mos nxjerrim përfundimet të nxituara, Penny. Puna e policisë ka nevojë për metodë. Kart vizita e Devonit, pa shikoje. Ta marrë e mira, akoma e kam këtë? Ti s'mendon se ka ndonjë fije mace? Numri i telefonit Xhaxha Gadget është i njëjti numër të cilit i telefonoi Linguini nga hoteli. Celulari kthetrës, pra kjo do të thotë? E gjeta, Penny. Kjo do të thotë ose Devoni dhe kthetra kanë të njëjtin numër telefoni, ose Devoni është kthetra, ose Ana Silta. Xhaxha Gadget, duhet i kthesh kësaj çështjeje. Do ta bëja, por nuk kam makinë. Të udhtosh me taksin në qytet është. O, po, ti e ke një makinë. Gadget mobil, u ktheve në shtëpi. Po më mirë ti lëm për më vonë të gjëra, kemi punë për të bërë. Na del se kthetra dhe Devoni janë i njëjti person. Ose Ana Silta, se e di. Edhe unë e di se ku fshihet.
Gadget mobil, le të shkoj. Në rregull. Mirë, kthetur, kemi ardhur të kapim. Dil jashtë me kthetra të lartë. Shansi i fundit. Mund të veproj me forcë ose me vështirësi. Mirë, po e kërkon vetë këtë. Dil, arsenali gadget. Hajde, Vraponi! Kjo nuk do të ndodhë. Dil, rjeta e fluturave gadget. Na kapën! Qa do bëjmë tani? Po! Ndim! Askush të mos lëviz dhe askush do të lëndohet. Shprehja ime e dikurshme. Mos pyet se për kë fryn era e drejtësisë. Ajo fryn për ty, miku im. Hey, nuk e dëgjove shprehjen time? Ju thash të mos lëvizni. Është koha për ju vizikimin tim elektrik. Iku i pari. Iku i dyti. Iku dhe i treti. Dhe kjo është ajo që e bërë kthetrën të kthej në devon. Unë di vetëm këtë. Nëse kjo është një nga budanologjit e gadgetit, ai është i pushuar. Oh, po. Kapi, Velvet Mobil, mos po bëni shaka me mua? E po kështu është kur e kalon ditën me Velvet Mobil, miku im. Ne mund të kemi ndryshk në kabin, por kemi ende shkëmbia në bateri. Unë nuk di si t'i falenderoj. Nuk do e kisha dalë dot mal pa ju. Si ishte ndonjë gjë e madhe. Veç kësaj, unë ndjen mirë që dolëm atje jashtë dhe u plurosëm ca. Jam shumë dakord me ty, Kapi. Nuk e di për ju, por unë ndjehem ja 10.000 kilometra më i ri. E po, duket se ke gjendje në kontroll tani e tutje Gadget Mobil. Them se tani duhet të kthehemi tek Super Edi. Sa po më kujtua diçka? Më duket se kjo ju takon juve. Një çmim kundra krimit? Super makina e vitit. Duhet i bëni vetëm një korrigjim të vogël. Ja, shkëlqyeshëm. Çmimi kundër krimit për super makinat e vitit. Oh, sa madhështore. Do ta çosh ti në shtëpi për ne? Unë kam diçka në fener. Patjetër, Kapi. Patjetër. Unë nuk mund ta besoj. Nuk e di se si e bëre këtë gadget, por punë e bukur. Thjesht bëra punën time. Je sërish në polici, nëse do që t'jesh. Dhe po ashtu edhe Gadget Mobili. Ky na pushoi nga puna pak kohë më parë. A duhet vërtet punoj për të? Gadget Mobili the një fjalë me shumë vënd. Ka ana tjetër. Ndonjëherë të shkuarën duhet ta lësh të shkuar. Apo jo, shef, ne i dham një goditje të rëndë organizatës së kthetrës, por për fat të keq kthetra na shpëtoi edhe një herë. Nuk habitën fare, me atë formulë ndëruese, kthetra mund të maskojë si gjithçka dhe si kushdo. Ke të drejtë, Penny. Ai mund të jetë kushdo. Dil, bllokuesi gadget. Gadget! Këtë do të më paguash, Gadget! Shef. Apo të të them kthetor? Po unë jam vetëm shefi. Ti e di këtë Gadget Mobil. Sensorët e tu mund të dallojnë një njeri të rrem. Fol me timonin, se sensorët nuk dëgjojnë gjë. Gadget! 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 Inspektor.
Afrika!